Prifti pretendon se është një shkallë më të lartë se sa i tjetër. E adhuron, shkon te karrika rrëfimit edhe ja shpalos atij çka ka bën me animut moti. Dhe më tregoi një shok se si nëna vet kaloi në Islam, ajo zvicron. Ta çka e motivoi atë që ta pranoi Islamin? Ta për shkak se e kanë zakonin në tonë mot në ditën e festës, shkojnë karrikën i thënë rrëfimit, shkojnë edhe rrëfejnë priftit, i thojnë si vetë kanë bërë çeket dhe çeket dhe çeket dhe çeket. E ta pastaj prifti thot prit çut. Edhe him as perdës fol kushu me Zotin. Edhe i thot fola me Zotin ta fali, paguaj çaj çekin, e kupton? Paguaj edhe mos gabomo me përsërit. Te thana na ime kishte vendosur një vetë se i kishte dokën shumë kjo qesharake dhe kishte vendosur me rrejnë prifti. Dhe thot kam bo si vetë çeket dhe çeket dhe çeket dhe çeket. Thot prit pa. Himas perdës bëjgji vënohet e dikur del thot edhe çeket dhe çketan po ta falë, ama mos e përsërit mo. Tha çfarë Zoti është ai Zoti jot që s'pedi se po të rrejnë ti edhe ata. A çket feju e bëbëroni. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, bukuria e Islamit te na është që është mbulesë terroristësh. Para transmeton Abdullah Mesudi, i cili thot kohën e pejgamberit Allahut ne sahabët u mbledhëm në Medinë dhe po flasim, po diskutojmë për popujt, për Ben Israilet që kanë qenë para nesh. Po diskutojmë për gjunoat e tyre se si kanë qenë, si janë trajtuar ato. Dhe kjo është një ndër bukurit që Allahu Azza wa Jall ja ka lecu ummetit pejgamberit Allahut. Dhe përmendën ato se përpara kush ka bën gjuna Allahut natën, kur aqun mëngjes, a shkruajt në derën e filoni se filoni për ka bën kët dhe kët dhe kët dhe kët. Me shpagu dhe me latë që këtë gjuna duhet me bën kët dhe kët dhe kët dhe kët. Pastaj tha Abdullah Mesudi, o ju vëllezër, tha, paramendoj se si janë turpru popujt e mëparshëm, ndërsa juve Allahu ju ka nderu, ju ka bon që ju me ja fal gjunoat dhe veç me një shpreje, mi thonë, o Zot më fal, Allahu të fal edhe të mbulon edhe nuk të marron. Ta pasha Allah, një ajet Kur'an i Kerim që Allahu Azza wa Jall ka thonë, dhe ato kër i bojnë Allahu të gjuna, i kujtohet Allahu Azza wa Jall dhe i pendohen Allahu. Dhe Allahu është i vetmi dhe e din se vetmi Allahu është i falë, kja jetë të tashma i dashër për mu se sa dunjoja dhe qka ka në ta. A ka ma mirë tha, a ka ma nderë se sa Allahu me ti mbulu ti e cmetat e tua, dhe Allahu me ti ndëgju fjallët e tua, dhe Allahu me ta pranu pendimin tanë, dhe Allahu me ta mbulu gjunajnë tanë, dhe Allahu Azza wa Jall me ta falë dhe gjunajnë me ta shëndrun se vapë. A ka ma mirë si kjo? Pëse ka thonë Allahu Azza wa Jall çdo kujt. Popujt e mëparshëm, si transmetohet, njonin se i ka ra pishman 40 vet udh për me udh, perëndim në lindje, dikur plakët paraqitet sheqeri edhe fillon mu plak edhe nipët i shtohen edhe rrudhët edhe çka thot bollmo jeter. Mjafton edhe janiza kupton me hin xhami. Te populli Ben Israilet a kon kusht me ja pranu Allahu pendimin që ka hec në perëndim Berlin, në gjatën majt, për me ja falen punë të Berlinit a dash me mit vetë. A dash me mit vetë. Ndërsa të ne me mit vetë në gjuna ima. A e kuptove ti se ki ardhë me një Islam që thot pejgamberi Allahut, ka marrë me një din, me një fe tolerante, fe të letë. S'ka fe me letë se feja islame.